Informohuni me Zhurma TV. Bëni subscribe për më shumë video. E trisht, Beatrix Ramosaj i jep fund romancës me të dashurin e huaj. Prej shumë vitesh, Beatrix jeton në SBA, ku edhe ka vendosur që të mos rikthehet më, të paktën jo për disa kohë. Këngëtarja ka preferuar që të lërë pas të gjithë jetën e vjetër që kishte këtu, si dhe zhurmën e madhe që bëri lidhja e saj me Donald Veshajn. Jeta në kontinentin e largët ishte komplet ndryshe për të, pa miqt, pa famën, pa kritikët që la në Tiranë. Ndonë se në rrjetet sociale pak shfaqte për veten e saj, ishte pothuajse e pamundur që të mos merrej vesh se ajo kishte gjetur sërish dashurinë. Në disa pamje të publikuara muaj më parë në rrjetet sociale, artistja shihet në një stadium në Louisiana, duke ndjekur me qetësi një ndeshje basketbolli mes skuadrave New Orleans dhe Trail Blazers. Ajo nuk ishte vetëm, në krah të saj qëndronte një person i cili mendohej se mund të jetë partneri i saj i ri. Kjo dalje është një nga më të rrallat për këngëtaren, e cila prej kohësh është tërhequr nga vëmendja mediatike dhe jeton në SBA së bashku me familjen e saj. Vetë këngëtarja i dha disa shenja pak muaj më parë se tashmë kishte rigjetur dashurinë. Në një postim të fundit në Instagram, Beatrix ndau një foto nga vendi ku ndodhej dhe mbi të shkruante një mbishkrim të thjeshtë dhe të ndjerë: "Të dua ty", në anglisht. Kjo ishte shenja e parë që i nxiti ndjekësit të mendonin se këngëtarja ka nisur një lidhje të re. Por diçka duket se ka ndodhur dhe tashmë Trixa është sërish single. Miqt pranë saj kanë bërë me dije se ajo dhe djali i huaj që u fotografua nuk janë më në një lidhje, për shkaqe që vetëm ata të dy i dinë.